Kjo është Gjenda e Goshit me bullizulit e këta shonte ku kanë ndru, ku kanë bo aleat me dërnoj me bullizu aleancën. Nuk ka të drejt me një studio, analist që i thot vetit analist, që duhet me bëj pos disa fakte, me i ballafaqu, me bullizu një parti politike. Pse po bullizojnë? Për se ata kanë antarësi, i prezentojnë, i përfaqësojnë një 60.000 njerëz, qytetarët të Republikës, Kosovës, prandaj çdo bullizim është nuk ju bën drejt. Cili është definicioni bullizimit sipas teje? Problemi është kur unë nuk mendoj që është tradhti. Se kanë pas koalicionin me çdo kushte që deri domthon gjatë zgjedhjeve vlen Alianca. Ake Fatmir. Dhe se cili fundit ka rrugën e vet dhe kjo krejtësisht legale. Domthon, këtu unë nuk e kam asnjë vërejtje. Pse është Haradina i dhënueshëm, unë s'jam. Tash bëni ti dallim ju. Çka bullizova? Jo, pa bullizim me vetë faktin që ju po mendoni që Alianca kishmet jashtë blogut. Te dy të thash. Bullizim quhet çikja? A bullizim quhet çikja? Kjo bullizim, a di pse? Shiko, veç po dham ka shumë. Shiko, hiç. Se po dham? Po pse po dham ka shumë? Po kjo më vdekti bajmë globale Kosovë ka dalë kanon shkurti bre nuk e kanë përcaktuar. Besaj pamvojnë. Si na kanë njërë 117 kombet botëse. Jo, këto proceset nuk nolën. Edhe dyjet po. Proceset nuk nolën edhe ti drenor. Po. Unë interesant, kur nuk theje në ty me thonë pse po të dham ty dikun, se unë e di që ti prap ki me shku shnoshe mirë të shpija, pa dhim kërkun. As mu nuk më dham kërkun shkoj edhe flaj shikin, që thujnë shqiptarë. Edhe pse pak më vonë, se sa po këtë çështje, po mu më dham domthon fati i Republikës, institucioneve demokratike, a kemi me pas qeveri kur ju peshini që ka pëndron një farë konfiguracioni geostrategjik në Evropë edhe matutje.